Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në review në radhës. Sot kemi makinën Forestradën më të veçantë që kena bo na herë, edhe më të shpejtën në botë. Është Porsche Cayenne GT, Turbo GT e 2022-shit. Turbo GT-ja është vetëm versionin coupe, siç është kjo këtu. Edhe është Forestrada më e shpejtë në botë, edhe më e veçantë. Është makinë që është e bome vetëm për performancë. Tashi Porsche ka ndryshuar shumë gjona këtu. E ka bo më aerodinamike, ka më shumë downforce se Turboja dhe Turbo S-ja. Tashi ta nisim vetëm me frenat. Frenat janë 420 mm diametri, karbon qeramike standarde, që të gjitha GT-t janë me karbon qeramik, edhe është me 10 pistonçina. Shive sa është, s'kam pa fren më të modhe në herë. Këto i kanë pas standarde si ngjyrë goldi këto diset, janë disë 22-she, po opsionale mund të pagush e lek shtesë dhe i merr që ngjyrë dush. Kjo është me këtë ngjyrën si blu e errët mat. Këto gomat janë 285 që para, 315 që mrapa. Shumë gjona, më gjona se standardet. Pasqyrat karboni, ka tavanin karbon, është një 20 kg më i lehtë se i standardes për tul peshën. Ka spoilerin këtu, po ka edhe këto ancore këtu karboni që si kanë tjerat për downforce. Edhe këtë lipin këtu se kanë tjerat, e ka vetëm Turbo GT-ja. Marmitat janë titanium, marmitat duke që si blu titaniumit. Akrapovici më duke që i prodho, edhe janë 18 kg më pak peshen se tjerat. Difuzorin karbon normalisht. Është makinë vetëm për performancë. Frenat mrapa, edhe mrapa janë qeramik normal, janë 400 mm diametri, para 420. Frenerti ka pak më të rësum, Turbo GT-ja. Normalisht Distronic kamera 360 gradë zbot fjali ka të gjitha. Po kësaj nuk është thjesht që është rrit boostja si është boj map për ta bo më të fuqishme. Kjo ka shku te departamenti i GT-s, ku bëhet GT3-shi, edhe janë bo ndryshime në amortizim. Kjo timoni që prinë gomat mrapa është ndryshu, është bo më agresive se tjerat. Motori është ndryshu, nuk është si është rrit boosti. Boosti është rrit vetëm me 0.1 bar. Po i kanë ndryshuar edhe këto internals të gjonat e mbrëmshme të gjitha për të arritur këtë performancë. Ta shohim edhe motorin. Ky është 4000 V8 biturbo me hot vën që përdoret edhe nga Audi, përdoret shumë modele. Tashi këtu në këtë rast ka 640 kW fuqi edhe 850 Nm tork. Po këto janë kuajt Porsche-t, që si zakonisht shumë praktik përkthehen pak më shumë se që thot Porsche. Ki ka edhe këto kom të motorit aktive, që jo shumë makina i kanë për performancë më të mirë, për qetë më e balancume, super motor. Edhe urusi këta përdor. Urusit i kanë dhonë më shumë fuqi në letër këto, po dhe shohim në performancë në realitet, më fuqishme është kjo, më shpejt është kjo, në çadollimati, 0, 100, 100, 200, shumë e shpejt. Po do bëjmë dhe urusin këto ditë që dhe shofim shumë shpejt, tamam performancën krahasimin. Dhe një të shojmë edhe interiorin. Këtu të puna interiorit janë mënu me ullë peshën edhe i kanë ulli qik pak gjonat e luksit. Për shembull, sediljet janë sportive, por nuk i kanë lënë me gjitha këto llojet e lëvizje për ta majtë më të lehtë. As gjona si ka, i kanë duket si thjeshta. Shalkantara komplet edhe fiber karboni. Audion e ka Bose, kanë pas opsionale Burmeister. Se edhe pse bleshe gjithë të lek, Porsche prap s'jep standard gjitha. Duhet me paguajt lek shtesë për opsionet. Timoni Alcantara, ka dhe këtë butonin këtu Sport Response, që ta mam boost maksimum makinën për 20 sekonda. Kilometrazhin gjirët i ka analogën mes, në 2 kratë pas ta ekran digital. Edhe këtu lartë është Alcantara, kjo është pjesa kryesore. Ka dhe këtë orën këtu Sport Chronos të e kanë gjitha. Këtu grab handles, këto që i ka këtu i ka edhe kjo Alcantara. Këtu pastaj ka touch sensitive, nizën këto butonat. Këtu shef pastaj edhe këto që s'ka opcion, me ftoje s'ka këto, s'kan pas fare. Nuk nizet këtë ftoje zë ribosh. Këto llogarit, ta morësh makinën kaq sa bo kjo, 200.000 euro, edhe të mos i ketë gjitha opcionet, për se kanë pas fare të GT-ja, me ftoje sediljet. Edhe këte rrezik për tul peshën e kanë bo, se do të jetë me ronda që ka me ftoje gjato mekanizmat. Normal, pastaj këto si ka si Panamera, si Cayennet e tjerë, të temperaturës, të klimës, dhe ekranin me touch këtu. Që ka modeli i ri Porsche që i ka gjitha këto. Kamjo 8 marshe ZF,
edhe çelësi i Porsche-it. Sedilet Turbo GT lexojnë këtu, lart komplet Alcantara, çdo gjë Alcantara. Është mjet Turbo GT. Dhe shohim më mbrapa ka vetëm 2 vene është ndame. Pse timon plus minus tu te timoni, këto butonat e tjerë pastaj për të kontrolluar muzikën, audion e për të kontrolluar kompjuterin e bordit. Kjo është e mediastronik, kanë qenë këto opsionali ka pas. Si ka pas standarde Porsche, link keep assist të gjitha këto. Që dilet me memorie, këto butonat e tjerë tu anash, edhe këtu Alcantara. Çdo gjë është shumica Alcantara, makina më shumë Alcantara, s'kam pa në erë dhe këtu. Kjo Alcantara, kjo në mes. Çdo gjë Alcantara. Kudo që prek është Alcantara. Ta shohim edhe mbrapa. Edhe këtu Alcantara komplet lëkur me qepe lart. Sedila sportive këtu e bllokoj çik pamjen si puna X6, po prap këtu është më ngushtuar me lart, shefi çik. Klimën me 4 zona e ka individuale këtu mbrapa edhe me ngrohje sedilet mbrapa. Është pak si errët se nuk është panoramike kjo. Edhe duket pak si ersin, po vën ke, për kokën ke. Nga këto kupet SUV mund të ketë më shumë hapësirë gati sekret, a shumë mirë duket. Nuk duket keq. Ka hapësirë goxha. Po është makinë performance, ndami ka sedilet mbrapa edhe këto i ka pak si më sportive se tjerat, po vetëm 2 vene. Tash do marrim xhiro Cayenne Turbo GT-n dhe shohim është më vërtet makina më e mirë në botë. Për Forestradë, SUV-ja më e mirë në botë. Të shik këto sekondat e para, se të shish era parë që pes me këte, nuk duket edhe aq që sert, që kam menu, kjo është goxha më sportive, diset e mdoja, amortizimin e ka më sportiv se Cayenne Turbo i thjesht, se kjo ka shku të divizioni GT-s Porsche, që bo GT3-shin, GT2-shin, GT2-sën, GT3-sën, edhe amortizimin e pse e ka ma erë, këtu e kanë bo më të fort, nuk kanë lënë standard, si ke turbo. Cayenne Turbo GT-ja është makina më e shpejt në Nürburgring, e ka bo kohën 8 sekonda më shpejt se Urusi, edhe në drag race pastaj është më e shpejt se gjitha, se X6 me competition, se Urusi, se GL, E63 me GS-ja, se gjitha. Po kjo nuk është bo vetëm për vit drejt, që sekreti i saj është performanca në kthesa, që nuk duket si makinë, si Forestradë, si SUV, po si makinë sportive. Po dhe shohim pak më vonë të kur ta çojmë tamam Sport Plus. Tash gjithë ideja për të kryer SUV Forestradë sportive është e vështirë. Është e vështirë se është makinë që e ka peshën më të lartë, po e ka dhe qendrën e gravitetit e ka më lart, se është Forestradë, edhe sa më lart ta kesh qendrën e gravitetit, më keq është makina në përkthesa. Sa më poshtë ta kesh qendrën e gravitetit, më e mirë është në përkthesa makina. Po këtu për shembull, vetëm fakti që tavanin e kanë karbon, ka ulë edhe peshën, ka ulë edhe qendrën e gravitetit. Prandaj edhe këto makinat elektrike në herë, qëllojnë që janë të mira në kthesa, se i kanë bateritë poshtë edhe ka qendrën e gravitetit më poshtë makina. Se kjo ka shumë performancë. Shumë motori mirë, shumë i përgjigjshëm. Tashi Porsche për këtë lloj motori që ka potencial. Ka shumë potencial, kam bo edhe Panamera në turbo me këtë motor, me 550 kuaj aty, këtu ka 620, po për të arrit nga 550 në 620, rruga më e shkurtër është për të rrit boostin, edhe ja fito ato kuaj fuqi kollaj. Porsche boostin e ka rritit me 0.1 bar. Ka ndru gjitha këto internals, pistonat, gjitha gjonat, ja ka ndru, nuk është si i ka standard si turbos. Se turba, për shembull, turbo nga turboset e vjetra, i lloj ka qenë, vetëm boost ka pas më shumë turboseja. Kurse këtu janë fut tamam, kanë ndru motorin, kanë ndru pjesë të motorit, nuk është vetëm kanë rrit boostin të turbot edhe i kanë fituar të fuqi. Tash i kam provu X6-ën më competition, edhe më zhduk shumë e shpejt deri tash nga këto SUV-t. Do bëjmë edhe Urus edhe RS8 këto ditë. Kështu që deri në afër njëra tjetrës shketa dhe shohim tamam diferencën. Edhe kjo dihet si benchmark, si standard mati edhe për ato dy tjerat. Po tash për momentin do e krahasoj vetëm me X6-ën se ata kanë bë.
zhurmë të lezetshme, marmita titaniumi, po edhe s'postohet shumë vëllaj, edhe pse është 4x4 shumica fuqisë i shko mrapa. Tash e kemi çu Sport Plus çdo gjë, edhe tash do e shohim tamam performancën. Edhe zhurma e ndryshohet. Head-up display-n e ka më të lezetshmin nga të gjithë që kam pa deri tash. E ka me xhiro tamam me rreth, jo vetëm shpejtësinë. Edhe ka edhe atë për me bë xhiro lap time që regjistrohet. Që me kaq është shumë lartë. Shumë e shpejt, shumë e përgjithshme. Tik pak pjesa mrapa, edhe pse është 4x4, nga që ka fuqi edhe goma 315 që dëgjona fort mrapa, po prap hik. Për krahasim, nuk kam ecë te kjo pjesë rrugë mas makinë më shpejt. 172 shkoj kjo vetëm ta ajo. BMW-ja X6 më ka qenë 160 ca. Është nivel tjetër, është komplet nivel tjetër, është tjetër lloj bishe. Ja, s'ka lidhje, nuk ka lidhje ma se Forestrat tjetër është. Kjo është kategori në vetës, nuk e di që atë them, kjo të le pa fjallë. Niveli fundit i Forestratës, kjo është, nuk besoj se do bëhen më të mira, se për të pas s'ka është, se di. E shef që tento me xhiru, po prap nuk është se tik, është e pakontrollueshme, është e kontrollueshme në çdo moment, çdo gjë e ke në dorë, e shef, domethënë i ndje gjitha këto lëvizjet e vogla kur mundohet me ik pjesa mrapa, edhe e menaxho. Niveli i fundit, s'e di. Kamja super e shpejt, bot downshiftet, upshiftet, direkt se merr vesh fare. Tjetë kjo i ka thy ligjet e fizikës, tjetë Forestrada me këtë lloj performancë është çmenduri është. Duket shumë e lehtë si makinë, është 2 tonë 200 kg, edhe në kthesa duket shumë e lehtë, nuk e dallo peshën e makinës, se dallo që ka body roll. Sillet si me qenë makinë sportive, jo Forestrada. Kjo dhe performance me i Forestrada është vetëm Porsche mund të bëjë kështu lloj gjonash. Super stabil në shpejtësi, s'dallo fare si lloj dridhje, aluhate, si gjë është. Tash të bëjmë edhe mbylljen edhe konkluzionet e Porsche Cayenne Turbo GT-s. Është pa asnjë lloj dyshimi Forestrada më e mirë që kam provuar deri më sot. Ishte X6 me competition deri tash, kjo e çon me një nivel tjetër. Është makinë që këtë lloj performance
nuk e pret nga SUV 2.2 tonëshe. Porsche ka bo mrekullira si zakonisht, edhe fuqi besoj ka më shumë se 640 kuaj që thot Porsche. Shumë e shpejt në vit drejt, shumë e shpejt në kthesa, shumë fuqia i shko shumë mrapa, tento për të spostu, kur jetu hec, po prap drejtohet vet, se di, kishim edhe fatin pak keq që ishte i lag asfalti, edhe nuk i kom dhonë maksimum fare që për të nxjerr performancën, po super mjet. Kush ka mundësi për shembull çdo Foristrada kjo për makinë sportive, se deri tash unë jam kundra Foristrada, nuk jam fan si modhi Foristrada sportive. Domethënë më shumë dakord me mor i makinë sportive të vogël edhe i Foristrada naft, se Foristrada naft i ke për familjare, për gjitha. Kjo i hedh poshtë gjitha, këtë mund ta kesh sportive edhe në pistë që e let targat lloj makina sportive. Nuk i bom lunch, po me lunch ka plot që kanë bo, ka 3.4, 3.6, 0-100 nga Porsche për 3.1 kap. Kjo kap më shpejt se që thot Porsche. 100-200 që ne ka 8 sekonda, e ka i sa Ferrari 458 Italia, e ka më të shpejt se Urusi, më të shpejt se shumë makina tjera. Zakonisht ty në Foristradave të luksit, që janë edhe sportive, u bje vlera pike auto për poshtë. Kësaj si garaj shumë sa i bje tjera, sa mund të bjerë X6 me competition, GLS 63 me G ose RS8-ës. Këto akoma kanë majt pak më shumë, sidomos në Europë, po kam përshtypjen që pas disa vitesh kjo makinë do i rritet vlera. Se kjo është, si Porsche GT, divizioni GT që bo GT3-shin, GT2-shin, divizioni më sportiv i Porsche e ka bo këtë. Edhe është makinë e veçantë, është unicorn, si i thonë, është shumë makinë e veçantë. Dhe i tashi, kjo është më e mira, do bëjmë edhe Urusin, do bëjmë edhe RS8-ën dhe e krahasojmë me ato, edhe do e shohim. Shpresoj duke të pëlqyer video, mu më ka pëlqyer shumë, edhe parnejës gjata ka shumë, kam hes më shumë se zakonisht me tjerat. Edhe ju uroj gjithë mirat, shifem video tjetër, mirupafshim.